do bëj një eksperiment kimik ku do mbush tullumbacin me hidrogjen, të përftoj hidrogjen. Do vendos acid në shishe bashkë me një metal, për shembull zink, alumin, magnez e tjerë. Dhe mas 20 minutash ose gjysore kjo do fryhet. Atmosfera jon ka një shumëllëshmëri gazesh, ajo ka dioksid karboni, ka azot me shumicë, ka oksigjen, ka dhe një përqindje të vogël gazesh të tjera, ndërsa hidrogjen pratikisht atmosfera jon nuk ka fare, sepse hidrogjeni është shumë i lehtë dhe në temperaturën e atmosferës tokës, në tokë, hidrogjeni merr një shpejtësi shumë të madhe dhe me që është shumë i lehtë, ai arrin të shpëtojë gravitetin e tokës dhe fluturon në hapësirë. Dhe gjithmonë hidrogjeni ngrihet sipër dhe hiqet në hapësirë bashkë me heliumin, po kryesisht hidrogjeni. Për të formuar, për të gjetur hidrogjen këtu në tokë, neve do ta formojmë atë me anë të eksperimenteve kimisë. Dhe hidrogjenin unë e kam mbledhur në këtë ballonin e vogël këtu, dhe ta bëj një eksperiment që të vërtetoj që është me vërtet hidrogjen ose jo. Unë do ta djeg hidrogjenin. Do ta djeg dhe hidrogjeni është një gaz shumë i rrezikshëm dhe nuk rekomandohet, nuk duhet ta bëj asnjë këtë eksperiment pa vëzhgimin e prindërve. Dhe ne do të shohim tash reaksionin e hidrogjenit në zjarr. Sa i rrezikshëm është hidrogjeni. Unë do të ndez zjarrin. Është eksperiment sa i bukur dhe aq i rrezikshëm. Do të heqem me shumë kujdes, sepse hidrogjeni mund të dalë në ajër, në atmosferë, dhe fluturon. Do të mbyllur shumë mirë. Dhe këtu kam hidrogjen. Dhe hidrogjeni është shumë i rrezikshëm dhe digjet shumë shpejt. Do ta hap tullumbacin dhe do ta nxjerr hidrogjenin këtu. Shikoni. Kjo është tullumbaci unë nxeh shumë. Unë nxeh shumë, me shoh tash që është shumë i nxehtë, sepse megjithëse doli pak hidrogjen, doli mjaftueshëm që të ndizet dhe zjarri të shkojë shumë shpejt brenda tullumbacit, ta nxejë tullumbacin, të digjet edhe brenda tullumacit. Me që kishte pak, tullumbaci shpëtoi, se mund të plasë edhe më tepër.